Kam dhënti që e lexoj nervin, ku është i smut, pa kam 216 për 17 karrocë. Forcën e sigurisë që kam bashkë me policinë, rastët sociali kam pe fillimi që 39 vjetë. Këtë që ka janë, i kam pa pagesë. Muji Haliti është mjeku popullor që njihet për aftësitë e tij në trajtimin e shumë sëmundjeve të lidhura me bushtin kurrizor, marramendjen, ishiasin, spondollozën dhe migrenën. Ai përmes gishtërrinjeve të dorës ndjen se ku qëndron problemi në bushtin kurrizor tek pacientët e tij. 95% të pacientëve thotë se gjejnë shërim në seancën e parë, por në disa raste më të rënda mund të ketë nevojë edhe për 2 seanca trajtime. Me një përvojë mbi 39 vite në fushën e trajtimit të sëmundjeve të bushtit kurrizor, ai ka arritur të ndihmojë një numër të madh pacientësh në shërimin e tyre, i cili thekson se ka ngritur nga karroca 216 pacientë. Përveç punës si mjek popullor, Haliti është gjithashtu një prodhues i njohur i ilaçeve bio për të trajtuar këto lloj të sëmundjeve. Haliti tash 24 vite merret me prodhimin e ilaçeve dhe thotë se ka krijuar produkte të cilat janë të njohura për efektivitetin e tyre në trajtimin e shqetësimeve të ndryshme shëndetësore. Një veçanti tjetër e tij është edhe çështja e pagesës. Për këto shërbime nuk ka nevojë që të paguajnë pacientët të cilën punojnë në Policinë e Kosovës, FSK-n e as personat me nevoja të veçanta dhe rastet sociale. Unë qumë Muji Haliti, me këtë profesion merrem që 39 vjetë e 3 muaj. Këtë trajtimin e bëj me gishta, kam dhënti që e lexoj nervin, ku është i smut, edhe aty ku është zonë nervi e liroj. Me smundit që merrem, i trajtoj zakonisht i rregulloj me 1 seancë, 95% pacientëve kalojnë me 1 seancë, kur është rasti bajron, merr edhe 2 seanca, 3 seanca. Kur janë në karroca, nuk dihet sa seanca i merr. Po kam 216 për 17 karrocë, e kam shumë me 1 vjet e 2 vjet e karrocë. Asnjë se merr njëjtë, varësisht për organizmit që e pranon. Nuk ka kohë përcaktuar, se asnjë organizm terapi nuk e pranon njëjtë. Po e gjë karrocë. Në 100 karroca bën ma ki 2 i ndjerë. Nuk është të thonë çdo karrocë, po është më i madh, tepër i madh i qumëve. Janë 2 smundje që i trajtoj sigurt në Evropë, është migrena dhe marramendja. Po shkaqet që vjen drejt e lëndimet e bushtit kurrizor, dhe shqitja e unaza vjen pej peshës, pej ftoftit dhe pej lëvizjeve të pa kontrollume. Po kam pej këtë Evropës, pacient, shqiptar, gjerman, suedez, norvegez, italian, s'ka kam si të evropianin që nuk e kam pacient, sidomos për marramendje dhe migrenën. Pacienti që i përmbahet kushteve, që i thomon e mirujt në shpejt, derisa të bëhet shërimi. Dhe shërimi nuk bëhet, veç fillon shërimin në krevet. Edhe vazhdon të shtëpia, nuk merr kur gjë shpejt. Këto 2 produkte i prodhoj vetë, ilaç për helikobaktere dhe krem për hemoroide. Këto i prodhoj që 24 vjet, dhe asnjë nuk është që se ka efektin pozitiv. Por me ruajt mas trajtimit, duhet brezi të vendoset kur punon me pesha, edhe në ftoft, pa brez nuk duhet me punue. Lëvizjet jo me pa kontrollume. Zakonisht, gjatë shërimit, zbritja për kreveti është shumë e rrezikshme, kur zbrit me shpejt. Duhet ka dole mull, ka dole me zbrit, derisa të shërohet nervi plotësisht. Para lufte kom pas tika të lloje smundjeve, tjerat nuk janë paraqit. Tash paraqiten llojet smundjeve, marramendje, ato pej telefonave, pej kompjuterave, është rrit numri. Rrshasin në natët, me forcu kërrinë nuk unë ndihmon,
por shasin në natën qëtë vend, vetë lirohet nervi edhe fillon regjenerimi i nervit. Se bën një rritim. Si ja janë të rrezikuar në çdo moment, mund më lëndue, mund më ndohet mos me pas lek, edhe jetë pa shëru. Të unë e kanë të lirë, mund më ardhë, kur do edhe natën, pik natë, më kanë ardhë pe jarinje të lënduam, 6 i kom marrë natën, i kom shëru. Forcën e sigurisë e kom bashkë me policinë, rrasës sociali kom pe fillimi, që 39 vjetë. Këtë që ka janë, i kom pa pagesë. Këta fëmija që janë me asit kufizume, e asaj ka pa.